I meqemi shkruan budalla mon men. Oj, leja ato budallakita të heshet po shallojnë, po çfarë s'është e vërtet kërkon ajo. Po edhe atë ka pas budalla ama ka sa dush. Po lebre, burri dhe po çfarë. Arsimi pa karonat nivelin, jo se atëherë ka rresh tokë si gjojën. Po si gjojën, po tash është pak më ndryshe, është pak. O ma mirë sot apo atëherë? Po ma mirë sot qysh atëherë treket ka tranojke, si të pak në fush dhe kun treke mësu si tash. S'kudzon, po pse jenë kon budall, që ata përshë që pas ka pos budall. Se sa atëherë ta ka ras një sa në lëngë që ato ndash me hongër, e mës dash. Jo, mës dash, ha ma vën me një. Për librin, sa lexoni ju edhe 3 ton në kohën e fundit nuk pi vizitojnë bibliotekën? Sigurisht që tash edhe mjetet informative, për shembull teknika ka lujt në rol shumë të madh, edhe në lexim. Për atë arsye edhe mundet me kon kjo mungesë e leximit librës. Ne e dim gjithë se i na mësuan jeta, na ka provuar dhe na ka mësuar se leximi është ushqim për trunin. Po, është ushqim, po, kon këtë në s'kena pas këtë teknikë si sot. Ajo, mundet me kon. S'mundet me kon ushqim për trunin atëherë, e tash s'është. Po sot nuk po lexojnë. Po ja, lexojnë, sigurisht që lexojnë. Na kem të biblioteka kombëtare dhe pam një numër shumë të vogël, kur në vitet më herët i kena pa njerëz që prishin me radhë me him bibliotekë. Në vitet më të herë veç me shti shku me kërë me kual atje në Shqipni, tash janë krejt ndryshe, kanë veturat njerëzit, dalin njerëzit. Është pak ma ndryshe, s'monet më krazu ajo. Është koha më e mirë. Po normal që është koha më e mirë. Po informacionet, a janë të më të mjaftueshme sot apo atëherë? Po janë sot se sa atëherë, tash është teknika, tash po del në por rrugë, çdo kush. Atëherë ka qenë veç një RTK, për shembull edhe kush tjetër. Tash jeni ju. Okej. A më e mirë është me lexu gazetë apo me lexu në internet? Po në varet pe asaj se qysh njeri për shembull, ka herë ma mirë është me lexu në internet se s'ka kohë. Me pos gazetën ullet e pini kafe, lexon, e shfleton edhe kështu. Unë e kom lexu dikun që kanë thonë me një fragment ku ka thonë një citat. I meqemi shkruan budalla mon men. Oj, leja ato budallakita të heshet po shallojnë, po çfarë s'është e vërtet kërkon ajo. Po edhe atë ka pas budalla ama ka sa dush. Po lebre, burri dhe po çfarë. Po lebre, po shalloj. Psa as pas ka pas atëherë budalla krejt meqen Coca-Cola. Po lebre, mos ja lëseri, po qysh. Au, s'na mytë atë. Arsimi, sot edhe atëherë? Arsimi pa karonat nivelin, jo se atëherë ka rresh tokë si gjojën. Po si gjojën, po tash është pak më ndryshe, është pak. O ma mirë sot apo atëherë? Po ma mirë sot qysh atëherë treket ka tranojke, si të pak në fush dhe kun treke mësu si tash. S'kudzon, po pse jenë kon budall, që ata përshë që pas ka pos budall. Qysh edhe jashtë shkollës ka reja? Po valla, edhe jashtë shkollës. Po s'pja përmerem si gjëna se ka vdek. Zotja pas fali ma, e ke bë halal. Jo musëm ka re, po nashta e kam bët atjerë të halal. Jashtë shkollës, ka zonara, ti rrët, jo pyt ka zonara. Se o konë një par tjetër, o konë pak, ma ndryshe ka qenë atërë. Tash është sistemi, tash s'mone më këthuj tash 100 vjetë për mrau, po se 50 ose 30. Normal që edhe në Kosovë pak duhet me pos konsiderot nda njerëzve, sepse ka qenë luft. Pejt e dhejtës e anena nuk ka mujtë më zhvillu edhe ashtu sistemi shkollor si që duhet. Ta njerë lufta, demonstratat, kutat june, zhvillimi i shtetit, njerëzit ishin të lashe qysh me afrugojnë e bukës, janë konë të sene, për shambull, mërko ajo. Mërko. Normal që gjdo kush ka qef me po diçka shta ma të mirë, po jes puna ma mirë, besoj që po. Ta është normal që krejt ashtu barabar se do sistemi pak ma ndryshe, ushqimi ma ndryshe, krejt janë gjonat ma ndryshe.
Se sa atëherë ta ka ras një sahan lëng që ato ndash me hungër, mos dash. Jo, mos dash. Ha ma vën me mjalt. Po me pas mjalt, hamam. Jo, qa jo të ka të kësi mjalt, jo më të. Atë kujtohet të në eru për dur veç kafja i zoti shpis. Se s'ka pas, jo diçka që ka qetë. Tash më këthu janë ena me studiu, kishe burni. Po çfarë burni e? Së Allah të jërë kërë ndrysh është. Edhe thmija që dëmpin kafe. Ja, s'ban se del bishti. E po del bishtin, ashta është pak maj ma, se ati bebes, normal që jo. Se japet ati në kafe. Hajde, kërsetja të të... Çfarë mesazhi ju kështë dhonë gjithë njerëzve? Qa me dhonë mesazh, s'pe i dho kërkujna mesazh. Për leximin. Po veç vetës. Ani, kush do të lexo, kush do mos lexo, kush. Qi, vyën e lexon, qi si vyën se lexon. A dohet me vizitu bibliotekën? Po në ty shko, dhe shko, mos ju shko, mos shoku. Edhe qysh duhet me vizitu, nëse di këto, a duhet më bo antara, qysha, Po duhet... edhe pa antar, heq më nëshme shku me lexu. Ka, anë edhe, ashtu është, shkep një ju kin të informat, është pa antarësim, s'ki nevoj me pagu heq, edhe shkon lexojnë. Shka me bo që edhe pa pares më shkojnë me lexu. Po, s'ka se ta shumë mush libra qdo kios, qërë kios këtu në qesh Jetë, pa i kam jo pioni pas pi bje kërgo. Po ta, dhe t'i fshim pak, 24 orë janë ton vitin, 365 dit i ka viti, 365 që tu i keni. Jo, 300, jo, këte janë të 400. Po tash, jo, ju i boni 400, po jo së është. Faleminderit që ishe pjesë jona, frujt zoti, faleminderit shumë. E ju të dashur mjeq, rëni me neve, sepse gjonat e mira i sjellën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë. Faleminderit shumë, frujt zoti.